A e dini se qeverit kanë eksperimentuar fshehurazi mbi mendjen e njerëzve? Nuk është fantazi. Programi MK Ultra ishte një nga eksperimentet më të errta dhe më të diskutueshme në histori. I zhvilluar nga CIA, ai synonte të kuptonte se si mund të kontrollohej mendja e individëve duke përdorur drogra, manipulime psikologjike dhe teknika të tjera të pazakonta. Qindra njerëz u përdorën pa dijenin e tyre. Disa humbën tërësisht kontrollin mbi mendimet dhe kujtesën e tyre. Disa kurrë nuk u rikthye në jetën normale. Por çfarë e bëri këtë program kaq të frikshëm nuk ishte vetëm përdorimi i LSD-s apo substancave të tjera eksperimentale, por mënyra se si qeverit mund të manipulojnë emocionet, mendimet dhe sjelljen njerëzore në mënyrë të fshehët. Dokumentet e zbuluara më vonë tregojnë eksperimente që ishin të ndaluara në çdo pjesë tjetër të botës. Subjektet u ekspozuan ndaj hipnozës, izolimit, privimit të gjumit dhe stimujve ekstrem psikologjik, vetëm për të testuar limitet e trurit njerëzor. Disa shkencëtarë që morën pjesë paralajmëruan se kjo ishte një ndër praktikat më të rrezikshme në historinë e eksperimentimeve njerëzore. Disa teori thonë se MK Ultra nuk u mbyll plotësisht. Në vend që të shuhej, disa elemente të këtij programi u integruan në eksperimente të tjera sekrete dhe projekte moderne që janë ende aktive sot. Analistët paralajmërojnë se qeveritë dhe korporatat e mëdha mund të përdorin teknologji të ngjashme për të mbledhur informacion, për të manipulojnë mendimet dhe sjelljen e njerëzve në mënyrë të fshehtë. Por pse ishte i fshehtë ky program? Për shkak se fuqia për të kontrolluar mendjen e njerëzve është më e rrezikshme se çdo armë fizike. Një person apo grup që zotëron këtë aftësi mund të ndikojë politikën, ekonominë dhe madje fatin e botës. MK Ultra është një paralajmërim për ne të gjithë, kur eksperimentimi mbi mendjen njerëzore nuk ka etik, askush nuk është i sigurt. Ndërsa shumë njerëz mendojnë se kjo është histori e vjetër, shenjat tregojnë se teknikat të ngjashme mund të jenë përdorur edhe sot, në mënyra më të sofistikuara dhe më të fshehta. Kjo është arsyeja pse misteret e MK Ultra vazhdojnë të fascinojnë dhe friksojnë botën. Në këtë episod të Njerëz dhe Mistere, ne zbulojmë dokumentet, historitë e viktimave dhe teoritë që shumica e shmangin, sepse e vërteta, sa e frikshme, aq edhe e domosdoshme për të kuptuar, nuk duhet të mbetet e fshehur. Abonohuni në kanal për të zbuluar më shumë mistere, konspiracione dhe të fshehta që qeverit nuk duan t'i dini. Dhe mos harroni të lini një koment, atë të guxonit të ishit pjesë e një eksperimenti që kontrollon mendjen tuaj?